Donald Trump e ka minimizuar mundësinë e ndërhyrjes frontale ushtarake në Venezuelë, por sugjeroi se ditët e Nicolas Maduro si presidenti i vendit janë të numëruara. I pyetur nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shkonin në luftë kundër Venezuelës, presidenti amerikan tha në një emision të CBS: "Dyshoj, nuk mendoj kështu, por ata na kanë trajtuar shumë keq." Komentet e tij vinë ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë sulme ndaj anijeve të dyshuara për trafik droge në Karaibe. Administrata e Trump thotë se sulmet janë të nevojshme për të ndalur rrjedhën e drogës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Trump hodhi poshtë sugjerime se veprimi i Shteteve të Bashkuara nuk ishte të bënte me ndalimin e narkotikëve, por me qëllimin rrëzimin e Maduros, një kundërshtar i gjatë i Trump, duke thënë se kishte të bënte me shumë gjëra. Të paktën 64 persona janë vrarë nga sulmet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Karaibe dhe pajësorin lindor, që nga fillimi shtatori, thanë mediat amerikane. Duke folur nga Mar-a-Lago në Florida, Trump tha se çdo anije që shihni të rrëzuar vret 25.000 njerëz të varur nga droga dhe shkatron familjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I pyetur nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës po planifikonin ndonjë sulm në tokë, Trump refuzoi ta përjashtonte këtë mundësi, duke thënë se nuk e dëshiron luftën, por se nuk do të flasë më shumë duke lënë të hapur çdo aksion të mundshëm.